Hello, mjesi. Sot është ditë Bajrami, i super trafik, domethënë. Do falet Bajrami te bashkia. E na pispillosu në bë. Shikoj mirë çfarë do ndodhë sot, domethënë, sa njerëz kanë ardhur. Po besoj se ka shumë njerëz në që gjithë e kishin bë lajmërin që do falen tek si e ka tek sheshi ke bashkia, domethënë. Edhe qofën. Mos harroni të bëni like, share dhe subscribe. Dhe gëzuar Bajramin gjithëve. Do jemi në kontakt deri sa ta mbyllim të video për ditën e Bajramit, domethënë për sot. Iku dhe më Ramazanit mbaroj, e të tjerë, shikojmë tash se kaq. Asë gjëmë shumë. Shite. Anyways, me sa për shumë që ka bloku rruga komplet. Zotë më. Edhe nuk e di. Edhe tregoj tani, nuk ka vend fare. Është rrafsh. Domethënë anyways, shihemi për pak. Nuk e di ku të falemi sot, por kanë thonë tek sheshi, besoj. Besoj se ke sheshi, ose jashtë sheshit, por në shesh. Pa fund. Shumë i luktur sot. Alhamdulillah. Gjë e bukur, musliman. Gjithandej uftofshëm sa më shumë, inshallah. Amin. O më pëlqen si po se kërcoheshin gjithë njerëzit shumë. Nuk do vunta asnjë. Asnjë s'dishte të vrasat me njëri tjetrin. Bëshin gjithë njerëzit bashkë. Por në Shqipëri besoj se të problematikat do zgjasen shumë. Që besojmë posa? Obligimi i tretë është është pastrimi i pasurisë. Është shumë njerëz, mashallah. Ndodhem tek xhamia e madhe. Edhe kaq. Dyle për çdo gjë në dieni, më do të bëm gati për punë të mia këtu. Edhe kaq. Çes. Sa ka ndruar gjithë këto fundime, gjithë këto njerëz. Sa njerëz paska. Që një pjesë e kësaj që ka ndruar, që janë po shpëtorë sepse para për Zotin në gjitha rrethana dhe kushtet jetësore që po këtë mas që ti po e pa ti, që a jetë në mënyrë të ndryshme, nga mënyrë të ndryshme. Po ne dëshirojmë që Është shumë. që të përrush përpara Zotit të përshpejtë e konsultizmi të shkërë për kushtet, sepse para në kushtet. E sinqerisht nuk po gjej dot një vend për të falur. Domethënë ka vend në plot, për gjej diçka që ti ke shtroj si xhada. Sepse taksa pa mbështetje në hir apo në paniku. Mes Kjo do të dalë nga vullneti i mirë. Zoti nuk vendos njerëz që të hetoj pasurinë e njërit apo tjetrit. Nuk vendos
WhatsApp. Selam alaikum. Se sa të Allah. Marrë edhe falja namazit të Bajramit. Edhe unë kisha një urim vogël, më thonë, për gjithë. Faleminderit Zotit për të gjitha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Iku dhe një vit Ramazan. Nuk e di si ndjeni ju. Por alhamdulillah. Vetëm ai që fal namazin, bën agjërimin, e di e kupton se si ndihet. Qa është që të humbësh, mbarosh Ramazanin, i falësh gjitha dhe anyways, faleminderit gjithë atyne që kanë qenë afër meje. Zoti është për blef për çdo lloj gjoje. Edhe mu ma shpërblef Zoti se unë kam qenë afër njerëz. Elhamdulillah. Shtotë e malë. Edhe gjithë armiqve të mi do kisha një dëshirë, Zoti u zoft, në më thonë, edhe bëfshin për robëve të mirë. E në rast se nuk bëhen për robëve të mirë, Zoti shkatrof, ja u prish të gjitha planet, prej as deri ke zhëja, nga 0 deri në pafundësi. Kaq, nuk kam qa shtoj më shumë dhe qa le më shumë. Faleminderit Zotit për gjitha. I kemi mirë prindrit, njerëz që na duan, ata që i duam, edhe shumë gjëra tjera. Ora 7:20. Nuk e di nëse shikohet, po faleminderit Zotit për Zotin. Alhamdulillah. Zotin na fal. Fal, oh my god. Do doja të video. Do doja të video më shumë. Zot, rami si gjithë, Zot, ku do qofshit, ku do jeni, kush do të jeni. Faleminderit gjithë. Mos harroni, bëni like, share dhe subscribe. Do doja t'i uroja gjithë dhe të falenderoja dhe pak hoq vinin e xhamia në Durrës, e xhamia madhe. Dhe gjithë persona që prisa dhe më thënë që ndodhen në xhamin të Durrësit. Jemi shumë të lumtur që i kemi. Edhe kaq nuk kam qa shtoj më. Tash është e bukur se edhe mërzitëm, edhe gëzohem. Mërzitëm se kam mbaru Ramazani. Gëzohem se erdhi Bajrami. E shumë të tjera, kupton, i boni share, like dhe subscribe. Faleminderit gjithë, jeni shumë të mirë. Gëzuar Bajramin.